Përshëndetje zonja Florika, ju kontaktojmë nga zyra e bashkëqeverisjes në kryeministri. Për ne është kënaqësi t'ju kemi sot në një bashkëbisedim live për të treguar diçka më tepër rreth eksperiencës tuaj dhe marrjes së shërbimit nga platforma Shqipëria që dua. Unë jam Florika Hysi, kam 2 vite gjysmë që jetoj në Toronto, Kanada. Kisha një problem me pasaportën e vajzës dhe një miku jon i familjes na drejtoi, nuk po gjenim zgjidhje, na drejtoi te bashkëqeverisja, na tha që shkruani te platforma sepse ju zgjidhin problemin. Atëherë, unë shkruajta te platforma Shqipëria që dua, dhe brenda 24 orëve problemi im u zgjidh, domethënë nuk e prisja kaq shpejt dhe ju jam shumë të falënderuese sepse më zgjidhet punë. Pasaporta e vajzës që nuk ishte bërë, më erdhi brenda 2 ditësh në Toronto. Ja këshilloj të gjithëve që kanë një problem të tillë, sidomos për ne që jemi jashtë Shqipërisë dhe nuk kemi ku të gjejmë, domethënë një zgjidhje, Në fakt, vetë platforma Shqipëria që duam është konceptuar e tillë për të gjendur sa më afër qytetarëve, duke mos u kufizuar vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku bashkëdhetarët tanë ndodhen, edhe në diasporë. Dhe ua këshilloj të gjithëve sepse ishte shumë efikas për mua dhe se për të gjithë. Shumë faleminderit zonja Florika që u bë pjesë e këtij bashkëbisedimi. Ju urojmë gjithë të mirat.